për ikjen e Papa Franceskut nga kjo botë, para se të flasim pak për mënyrën se do varroset ai, se si do krijohet, pra si mblidhet konklava. Konklava është organi që zgjedh. Do e kemi edhe një grafikat, le të do e nxjerri organi që zgjedh papën e ri derisa dali tymi i bardh. Tymi i bardh. Për raportet e papës me patriarkanën e Konstantinopolës, edhe patriarkanën ruse. Edhe patriarkanën ruse, kemi gjithashtu dhe imazhe me Vladimir Putinin, të parë disa viteve. Ja, kjo është grafika ku pritet votohet Papa i ri. Papal Conclave Ideological Make-up. Make-up. Make-up është ai? Jo, make-up. 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 Po para kësaj, kulla, le të sjellim vëmendje, para se të flasim për këto, sepse po të flasim vetëm për këto duke si qok. Ne në këtë studio sigurisht nuk preferojmë bëjmë qoka, ne kemi sy kritik. Do të shohim. Do shpjegojmë, njerëzit duhet të informohen, apo? Po patjetër. Po para se të informohen njerëzit, se ngjarja ka ndodhur ka 2 ditë, le të fillojmë më një herë pa humbur kohë, një deklaratë që ka bërë bujë sot në disa media europiane, po dhe në disa kanceleri është deklaratë e një konservatori, e një politikani konservator francez, në fakt, një emër shumë rëndësishëm në Francë, me një shikueshmëri të papar, që quhet Philippe de Villiers. Është personazh shumë interesant, shumë i kulturuar, shumë i ke qef të dëgjosh kur flet, dhe ai ka reaguar direkt pas vdekjes së papës, dhe u vendosa që të ndaj me ty dhe me publikun më shumë, disa nga thënit e tij. Dje Philippe de Villiers, ose pardje një personalitet pra si thash shquar francez, ka ndarë disa kritika për qëndrimet e papës ndaj Francës, për sigurisht dhe më gjerë se Franca. Për përkrahjen e papës për islamizimin e Europës, dhe për qafimin e minoriteteve në kuristë të traditës së krishterë, thot de Villiers. Disa pyetje shtrohen në kulla për të kuptuar trashëgimin kontraverse të këtij pape që sapo iku. Si për shembull, përse figura e Papa Franceskut krijon dasi dhe pas vdekjes së tij? A është legjitime të kritikosh një pap si figurë politike? A bie kjo në kundërshtim me respektin fetar? Le pape, thot Philippe de Villiers, est un chef d'État. Mais attention. Është kryetar shteti, po. Mais attention, le pape est un chef d'église aussi. Po. Pra i ka të dy anët. Është dhe kryetar shteti dhe kryetar kishe. Si e komenton akuzën e fortë që papa e ka parë me sy të mirë islamizimin e Europës? Pra, il voyait d'un bon œil, thot Philippe de Villiers, l'islamisation de l'Europe, ai e shite me sy të mirë islamizimin e Europës. De Villiers gjithashtu ka deklaruar dje se Papa Francesku ka përndjekur të krishterët tradicional. Ce pape, thot Philippe de Villiers, a persécuté les chrétiens de la tradition. Ky pape ka përndjekur të krishterët e traditës. A është e pa drejt, lind pyetja, të quash Papa Francesku një pap woke? Ai e quan një pap woke, lëvizja woke e ke parasysh, që praktisi bërthamën e kishës për të ndjekur periferin. Dhe de Villiers thot se te un pap woke, le pap de minorité, le pap de périphérie. Pra ishte një pap woke, Papa Francesku, papa i pakicave dhe papa i periferive. Dhe vazhdon dhe thot, quand vous négligez le noyau central, vous perdez tout. Po të neglizhosh, pra po të lësh në hares bërthamën qendrore, u mbet gjithçka. Kulla, ti a i ndan të gjithat mendive me Philippe de Villiers? Unë do të shpjegoj arsyet pro dhe arsyet kundër të intelektualit de Villiers. Ki parasysh që papa më afatgjatë 27 vjetë, Gjon Pali II, ishte një pap i cili, jo vetëm që ishte përfaqësues i krahut konservator, po ishte papa të cilët Opus Dei e adhuronte. Opus Dei është themeluar 100 vjet më parë në Spanjë, dhe është një lëvizje e djathtë konservatore e kishës, e cila mbështeti atë që u njoh për afat gjatë atë që u njoh si diktatura fashiste e Spanjës. Dhe në luftën antikomuniste Opus Dei, pra në Spanjë, luftën civile e Spanjë, Opus Dei ka qenë në aleancë të hapur me Frankon dhe me Gjermanët dhe me fashistët. Po pse më iket tani te kjo? Sepse do vim pra te kjo. Ma më duhet vini te kjo njerë. Jo, duhet t'ja shpjegojmë njerëzve. Po ç'shije ka Papa Francesku me Papa? Po nëse ti nuk ma merr minutën, do ta shoh. Okej. Dhe
kur erdhëm në vitin 1978, që erdhi Gjon Pali i dytë dhe ishte një pap jo italian, që erdhi nga Polonia, mori flamurin e rrëzimit të komunizmit nëpërmjet konservatorizmit dhe nëpërmjet pra kraut të fort brenda kishës, pra që ishte një rrym fetare, ishte një urdhër fetar Opus Dei, që ishte herë e parë që një urdhër fetar që vinte nga jashtë arrinte të kishte këtë pushtet, dhe u bë kaq i fortë sa që Papa Gjon Pali II hyri në historinë e botës, si aleat i CIA-s, aleat i Amerikës, njeriu i Opus Dei që rrëzoi komunizmin. Madje edhe si agent i CIA-s është. Kjo e bëri të madh. Mik me prezidentin amerikan të asaj kohe, takoheshin shpesh. Tani iku ndroi jetë 20 vjet përpara Gjon Pali II. Dhe erdhi një pap i ndërmjetshëm që ishte një intelektual, që ishte gjerman. Ky ishte në mes Ratzinger. Po, Ratzinger. Ratzinger. Ky ishte në mesin e dytë mesëve të artë, edhe të liberalëve, edhe të konservatorëve, dhe iku sepse nuk arriti dot të menaxhonte këtë krizën, këtë luftën e brendshme në Selinë e Shenjtë, sidomos luftën brenda kishës. Dhe kur ikën Ratzinger, zgjidhet Pap Francesku. Çfarë është Francesku? Tani të vim këtu tek këto Po, është përfaqësues, prandaj thash është e rëndësishme ajo që thash. Është përfaqësues i një urdhri fetar, i jezuitëve. Francesku ishte përfaqësues i jezuitëve, që është krau i kundërt me Opus Dei. Jezuitët janë të konsideruar masoneria e Vatikanit. Pra, njerëzit që duan reformën, njerëzit e shkollës, njerëzit e akademike e tjerë. Ke dhe thotë e kullës me papën, Ledio, me këtë papë. Francesku ka qenë profesor universitar, ka mësuar letërsi dhe filozofi gjuhën spanjolle në Argjentinë. Vetë vinte nga Afrika e Jugut. Jo, Francesku është nga Argentina. Nga Argentina ishte. Afrika e Jugut kush Jo, s'ka lidhje fare, është nga Argentina. Jo, cili pap ka qenë Afrika e Jugut? Me origjinë nga Piemonti. Ky ka nënën nga Livorno dhe babai nga Piemonti. Kishte kushërinë e parë afër Torinos atje, në zonën e Astit, madje atje në Malci. Dhe ky ishte njëri që s'kishte punuar kurrë brenda kishës, nuk kishte qenë kurrë, pra ishte profesor, kishte punuar për urdhrin e vet fetar, dhe nuk kishte punuar kurrë si diplomat, pra s'kishte qenë ambasador, nunc apostolik e tjerë i Selisë së Shenjtë. Këtë pap e bëri arqipeshk, e bëri edhe kardinal, Vojtila, pra Gjon Pali II, i cili i përkiste komplet krau tjetër. Pra, ardhje këtij pape në Vatikan, në kushtet e një krize të jashtëzakonshme që la Ratzingeri, sepse Ratzingeri u largua për shkak të Vatiliksit, nxorri të gjithë ato të pathënat dhe të pabërat që ndodhin brenda Vatikanit, sidomos me skandalet financiare të Bankës së Vatikanit Jorit, e sollën këtë pap në krye të Vatikanit në një moment që ishte kjo krizë. Dhe ky pap çfarë tha? Duhet të ndajemi nga ato gjëra të cilat thot ai dhe duhet ta kthejmë kishën të varfër për të varfrit siç ka lindur kisha. Po nuk u nda dot. Jo, këtë bëri gjatë gjithë përpjekjeve dhe kjo ka qenë në 12 vjet pap, ky ka qenë në luftë permanente me kishën italiane në Itali dhe me ato që njihet si burokracia e Vatikanit. Aq është e vërtet sa për herë të parë ndodhi që u bë një proces penal publik kundër kardinal Beçut, që ishte njëri me shumë influencë, unë kam pas mik vetë kardinal Beçut nëse është nga Sardenja, i akuzuar për korrupsion, për shitblerjen e një pallati në Londër, mori magjistraturën, pra prokurorët civil italian, ish prokurorin e përgjithshëm të Romës, prokurorin Pignatone, dhe bëri një proces gjyqësor, u dënua 5 vjet e gjysmë kardinal Beçu, ruajti titullin e kardinalit, po u pezullua nga të gjitha funksionet dhe kjo e çoi këtë, pra që aristokracia, pushteti brenda Vatikanit. Ati i rezon këtë optikë. Unë as se rrezoj, as se mbroj. Unë as ta bëjmë të debat. Unë po shpjegoj. Mi, dakord. Pra, ku ishte konflikti këtij njeriu? Konflikti këtij njeriu është se ky tha, po kur e bëri ky këtë? Ky e bëri në momentin që ky erdhi si përfaqësues i një urdhri fetar, pra një urdhri që ishin jezuitët, në krye të kishës dhe çfarë emri i vu vetes? I vu emrin Francesc.
në kujtim të Shën Francesku të Asisit, që është gjithashtu një urdhër fetar që bashkë me jezuitët, për gati 200-300 vjetë nuk është pranuar nga Selia e Shenjtë. Pra, Shën Francesku i Asisit përfaqësonte rrymën e atyre që thotë që kisha është me të varfrit. Pra, ky ishte një jezuit që i vu emrin vetes si përfaqësuesi franceskanëve. Pra, për herë të parë, ne kaluam që një njeri që s'kishte asnjë shans për të bërë pap, erdhi dhe u vu në krye të Selisë së Shenjtë dhe përfaqësonte dy rryma fetare, dy urdhra fetar, të cilat kanë qenë gjithmonë në një konflikt brendshëm me Selinë e Shenjtë, me Vatikanin. Po, pjesa përse përket papa kryetar kishe. Po. Tani, mençi me papa kryetar shteti? Patjetër. Le të fillojmë një nga një, po sa më shkurt përgjigjet. Po. E para, a mendon ti që është legjitime të kritikosh një pap si figurë politike? Apo bie kjo në kundërshtim me respektin fetar? Jo, është legjitime, se është dhe kryetar shteti. Iku kjo. Sigurisht, dhe kryetar shteti. Si e komenton? A qëndron kritika apo jo, është më bet tjetër. Si e komenton ti Ilir Kulla, njëri që ke qenë kryetari i kulteve në Shqipëri dhe njëri që e njeh papën dhe disa kardinalë atje, ke qenë disa janë në Vatikan. Edhe Vatikanin vetë brenda. Si e komenton akuzën e fortë që ka bërë Filip de Villiers, nuk është i vetmi, ai është përfaqësuesi një... Sigurisht, pra, kur flet ai, përfaqëson një rrymë caktuar. Si e komenton akuzën e fortë që papa e ka parë me sy të mirë islamizimin e Europës? Se kjo është e vërtet ndërkohë, ai është shprehur për këtë gjë. Jo vetëm aq, por ky pap ka bërë një gjë që njerëzit nuk e prisnin. Gjon Pali II shkoi dhe u fut në Damask në xhaminë e Mahuite, atje ku është varri Gjon Pakzorit. Dhe ka pritur miku im i shmëftiu i Damaskut, Keftaro, Ahmet Keftaro, brenda Damaskut, brenda xhamisë. Ky pap bëri një marrëveshje me të parin e muslimanëve të Egjiptit, me botën islame. Pra marrëveshje të bashkëpunimit dhe të dialogut. Pra ky pap tha, fenomeni i migracionit është një gjë që po ndodh, ne nuk mund të bëjmë, sigur nuk e shohim që besimi i dytë fetar në Evropës islamit dhe duhet krijojmë kushtet e bashkëpunimit dhe dialogut islamit. Sigurisht që është një krah tjetër radikal, jo pak i rëndësishëm brenda kishës dhe jo pak i rëndësishëm në Evropë politikisht, i cili e kundërshtoi papën, por nuk ishte ky pap që i krijoi këto kushtet. Këto kushtet ishin krijuar më përpara. Nëse pa ai e promovon, momentin që promovon, ky tha që ne nuk mund të mbyllim syt edhe të mos e shikojmë që kjo gjë po ekziston. Tani De Villiers thotë gjithashtu që ky pap, që sapo iku, Francesku pra, ka përndjekur të krishterët tradicional, thotë ai. Dhe i quan pap walk, pap në periferive, pap në minoriteteve, ka qenë një mënyre po, thuash, qëse papat e tjerë kanë qenë të hekur të ajo pjesë, ky një mënyre ka qenë më afër LGBTQI-eve këto të gjitha. Atëherë çfarë ndodhi? Ky, se edhe kjo është deri diku e pavërtet. Ky është një pap që nuk pranoi të takojë ambasadorin francez në 2016, të dërguar nga Franca në Selinë e Shenjtë. Po ka pas marrëdhënie shumë ftohta me Francën. Jo, sepse ambasadori francez ishte gay deklaruar. Pra, ky tha që unë nuk do ta pranoj. Nuk do ta takoj. Por në të njëjtën kohë, ky pap përndoqi dhe ndoqi në mënyrë shumë të fortë ata që ishin denoncuar për përdhunime brenda kishës, madje një ish arqipeshk shumë i rëndësishëm dhe kardinal bëri dhe gati 2 vjet burg u përball në një proces gjyqësor, pikërisht se kishte mbrojtur përdhunimet, dhe ky pap e sulmoi shumë dhe e çoi në persekutim atë arqipeshkin që ishte kardinal dhe që ishte shumë i rëndësishëm. Dhe pavarësisht saj ai doli pafajshëm pastaj. Dhe ky pap ka thënë shprehjen e famshme në 2018, ka thënë, kush jam unë? Pra, se unë jam biri, pra ky ka thënë, kush jam unë, se unë jam biri i Zotit, jam njeri si ju, që të them që një gay nuk ka të drejtë të jetë katolik, të jetë i krishterë. Qartë. Por kjo ishte një interpretim filozofik, nuk do të thotë që ky papi hapi derën. Por ky tha, ekziston një krizë sot. Dhe kriza është që njerëzit janë larguar nga kisha. Sigurisht kjo çon në përplasje të hapur me krahun konservator.
Sepse tha para medjeve, tha në Jo, edhe me krahun konservator brenda Vatikanit, tani të shohim. Kur them krahun konservator brenda Pastaj reflektohet edhe jashtë. Dhe pjesa tjetër që thot që ka persekutuar i reflekton kardinal Beçut, thash unë më përpara, dhe faktin që ky pap i mbylli të gjitha rrugët me krahun konservator, kur krahu konservator doli i lidhur fort me abuzimet në raport me pastrimin e parave nga banka Jor dhe me keqpërdorimet e financimit. Se ki parasysh që Kisha Katolike është dhe pronari më i madh i pronave të patundshme në botë. Sigurisht. Dhe ky pap mori mbështetjen e popullit, pra të njerëzve, i solli rinin nëpër Kisha edhe në besimin tek institucioni, po sigurisht bëri shumë armiq brenda llojit. Dhe ja se çfarë shkuan politikos sot. Papati i tij ishte dramatik, thot, duke irrituar një lloj dhe konservatorët dhe progresistët, i dashur nga besimtarët, ai la pas një kishë të ndarë, thot politiko. Po. Vetëm disa javë para se të vdiste, Papa Francesku po bënte atë që bën më mirë, po zemëron konservatorët. Në një ndryrë të jashtëzakonshme në mes të shkurtit, Papa nisi një përplasje direkte me administratën e re amerikane, duke kritikuar planet e presidentit Donald Trump për deportuar miliona migrant pa dokumente, duke i quajtur atë një shkelje të dinjitetit, e ka quajtur Papa Francesku, sipas politikos. Washingtoni reagoi me zemërim të parashikueshëm, por seria e shenjtë nuk u zmbraps. Pasa më poshtë, për mos ashtu gjithë shkrimi se ishte i gjatë, i politikos, pasaj bën si vin e ti Jorge Mario Bergoglio, lindi në vitin 36 në Buenos Aires, nga emigrant italian, atë që the ti, Mario Puntore Kurudhash, Regina Shtepijake, i apasionuar pas futbollit. Ky ka punuar dhe bodyguard në një lokal nate. Po, ka qenë, jo vetëm ka punuar bodyguard, po ky ka vendosur të bëhet priv goxha vonë, gati 18 vjeç. Dhe ka pas dëshirë që të bëjë futbollist dhe ky adhuronte Maradonën. Sepse unë e kam takuar për herë të parë kur kam vajt në Argjentinë para shumë vitesh, në 2008, dhe ky binte në sy se ky shkonte në tramvaj, kishte një veshje të zezë kështu, edhe rrinte me popullin. Madje e quajnë edhe shumë qefli para se hynte kësaj pune. Po normal, se çuni. Thot duke rryer më vonë ishte i magjepsur nga një grua e re që kishte takuar gjatë kohës së seminarit, thot. Kur ishte në shkollë. Po, megjithatë ai ngjiti shpesh shkallët e hierarkisë kishës Argjentinas, thot, duke fituar reputacion për zemërgjërsi dhe duke marrë pseudonimin Peshkopi i lagjeve të varfra. Po, pra. Etj. Tani ky ka pas një gjë që e kishte dhe i kishte ngel, sepse kur flet për emigrantët, ky ka pas krizë personale. Qartë, se është vetë emigrant. Pse ishte emigrant dhe fëmijë emigrantësh. Ky thoshte gjithmonë, në Argjentinë thonë italianin, në italian thonë argjentinës. Në Itali thonë argjentinës. Por gjithsesi Papa Francesku ishte një figurë përçarse shkuan politiko, gjatë luftës së pisë të përgjakshme të juntës kundër kundërshtarëve të saj në vitet 70, Bergoglio, pra Papa Francesku, atëherë udhëheqësi i jezuitëve të fuqishëm të Argjentinës, u akuzua për heshtje bashkëpunuese kur ushtria rëmbeu klerik disident që ishin nën autoritetin e tij. Të tjerë megjithatë pretenduan se ai u përpoi të mbronte varësit e tij. Ka qenë kjo ka qenë një drejtie që para se zgjidhej pap. Papati i tij shënoi një shkëputje nga stili i largët dhe akademik i Benediktit, thot, politiko. Ai drejtoi një përpjekje që kisha të ngjante më shumë një spital të përkohshëm, duke i dhënë prioritet nevojtarëve dhe duke minimizuar rëndësinë e seksualitetit. Kush jam unë që të gjykoj? Po pra ta thash. Tha ai, po. Më poshtë, thot, Francesku arriti të godiste strukturën mijëvjeçare të kishës, duke hapur zyrat të larta të Vatikanit për gratë dhe laikët. Vetëm se thot, po në pjesën më të madhe, këto përpjekje kaotike vetëm i irrituan konservatorët dhe i zhgënjyen liberalat. Për shembull, ai ruajti pagesat ndaj priferinëve femra, thot, dhe detyrua të zbuzë deklaratë historike për bekimet e çifteve të njëjtit seks në presionin e peshkokëve afrikanë të revoltuar. Etj. Në fakt, thot, Francesku nuk ishte as pak i tupshëm dhe imazhi i tij babaxhan fshitej një talent për të nxitur kundërshtarët kundër njëri tjetrit, duke i kapur në kurthe kur ata më pak e prisnin këtë gjë, thot. Në mënyrë më të zakonshme i pëlqente të fyente ata, madje duke thënë se kritikët e tij konservatorë më të mëdhenj janë mëndërisht të paqëndrueshëm. Ka qenë pak bullist Francesku, bullist pak si shumë. Ku ti ngjan me këtë bullizëm? O i rir. Ndërkohë, thot, kundërshtarët e tij konservatore përdorën Benediktin si totem të lërave të tyre se sa ai ishte gjallë, ata pretendonin se froni i Pietrit ishte vakant gjatë sundimit të Franceskut, madje disa prej tyre i quajtën atë antikrisht për Benediktin.
Jo, për Francesco. Për Francesco, më falë. Dhe më poshtë sot Kulla, nga njëra Francesco e riformsoi në mënyrë dramatike shtrirjen gjeografike të elitës klerikare për gjatë viteve, duke emëruar 110 nga 138 kardinale që do të jenë pranueshëm që do votojnë. Zgjedhur pasardhësit e tij, shumë prej tyre nga jashtë Europës. Por njohësit brenda Romës paralajmërojnë se kjo nuk është garanci për mbështetjen e tyre ndaj vizionit të tij, pasi ai të mos jetë më Aleanca e Vatikanit rrallë mbijetojnë Aleancat e Vatikanit rrallë mbijetojnë kalimin e një pape të ri, thotë. E vërtetë. Megjithatë, pjesa më e madhe e dramës rreth papatit të tij ka qenë elitare, thotë. Në kohën e vdekjes ai gëzonte nivele miratimi mes 1.4 miliard besimtarëve në botë që do të ishin për të patur zilin nga shumica e politikanëve. E mbyll kështu shkrimin politiko për Papën Francesku që ndroi jetë fiks në datën 20 ishte më duket apo jo? Në 20 prill Del për të hënë kanë ndroi jetë. Po pra, del për të hënë. Kulla, ne tani do bëjmë një pauzë vogël, do rikthehemi se kam disa pyetje tjera për ty. Dakor. Ledio, ky është momenti them unë të ikit të bëjmë një xhiro urgjent në Çilek, në Çilek. Kujdes miq, po ju informoj, Çileku, një super brand ndërkombëtar Çileku. Ja e kam këtu, që mos harroni një detaj. Çileku na njofton të gjithëve se kanë filluar uljet për çdo produkt. Markë ndërkombëtare dhe tregton mobilje për të rinj, për fëmijë, pra për bebe, për fëmijë dhe për të rinj. I gjithë ju që keni kalamaj, te Çileku mbaroni punë. Dyqanet me luleshtryve kështu quhen, shikoni logon, te Çilek janë prezente në më shumë se 100 shtete të botës. Mobiljet Çilek, përveç bukurisë dhe dashurisë që ofrojnë, janë të mirë organizuara, për hapësira dhe më të vogla, shfrytëzohen maksimalisht, sirfaqet e ngushta, janë certifikuara si mobilje rezistente që të ngjatë dhe mobilje të sigurta që mos dëmtojnë dhe helmojnë fëmijët tuaj. Kujdes. Te Çilek do të gjeni djepa, krevate për bebe, krevate për fëmijë, krevate marinare, krevate makina ose krevate montesor. Mobilje për dhoma gjumit stilit dhe masive ndryshme, dyshek filsor me çmim shumë ekonomik. Deri në 27 prill keni 30% ulje në Çilek, nxitoni për të gjithë nevojtarët që keni kalamaj dhe sapo keni marrë shtëpi dhe s'keni ku t'i rehatoni. Vetëm te Çilek. Ja shikoni se çfarë krevate shkishte. Pas interesante. Për më shumë info vizitoni Çilek Albania. Bashkë të gjitha, futuni në Instagram dhe shikoni faqen. E gjeni ose përballë Deli Orgjit, rruga Vajës, ose në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 12 tek qendra tregtare Prestige Home. Çilek mobilje për bebe, fëmijë dhe të rinj. Dhe rikthehemi dhe pak. Të vazhdojmë një xhiro tjetër e vjo? Jo, nuk lejohet. Do rikthehemi dhe pak te Kulla. Më thuaj shkurtimisht të lutem, sepse nuk dua të humbas Irani sot me Izraelin. Si bëhet varimi i papës? Shkurtimisht me fjalë të thjeshta, por si kështu si kështu na duhet. Jemi kurioz. Atëherë ka dy grupe. Ka filluar ndërkohë procedura. Pra është një këshill aty brenda Vatikanit. Vjet kamerlengu në krye të gjithë punëve. Ç'është kamerlengu? Është i ngarkuari me punë, si më thën kancelari aty. Dhe ai njofton të gjithë kardinalet nga gjithë bota dhe gjithë delegacionet që do vinë, çohen ftesat dhe menaxhohet i gjithë procesi. Dhe ndërkohë koordinohet edhe në bazë të pakteve lateranense, pra të marrëveshjeve marrëveshjes që ka shteti italian me Vatikanin, bën dhe qeveria italiane, e ka bërë Meloni, sot ka bërë një mbledhje të jashtëzakonshme dhe ka caktuar një grup njerëzish, disa ministra, dhe bëjnë ata në bashkëpunim me Vatikanin organizimin e varrimit. Llogaritet që unë kam marrë pjesë para 20 vjetësh, kur isha kryetar kultesh në varrimin e Gjon Palit II, kështu që e kam parë live. E Vojtilës? Po të Vojtilës. Polakut. Dhe llogaritet që ditën e shtunë në varrim do jenë rreth 200.000 veta. Pyeta. Dhe do jenë delegacion nga gjithë bota. Po 200.000 vete atje përballë Vatikanit apo jo? Aty në shesh, po. Dhe varrimi ku bëhet Kulla? Ku do jetë varri? Aty në Vatikan. Kjo është tjetër gjë tashin. Zakonisht papat kanë vendosur që të rrinë brenda Vatikanit, aty janë varret e papës. Po pra. Francesku
e ka lënë me amanet, me testament, që do shkoj në katedralin e Shënmërisë Madhështore, në qendër të Romës, në anën tjetër të qytetit, përballë, afër stacionit termit, afër stacionit të trenit. Po pse? Sepse ka lënë, është një kish, është një katedrale që ai e ka adhuruar gjithmonë. Aty ndodhen, kanë varrin dhe 6 papa të tjerë, një ndër cilët është dhe Papa Klementi që ka qenë shqiptar, por papa i fundit që është varrosur në atë katedrale ka 400 vjet që është varrosur. Dhe Francesku ka lënë amanet që unë duhet të varrosem atje, në epitafin tim, varrin tim do shkruhet vetëm Francisk, pra vetëm Francesku, emri Francesk, dhe unë duhet të varrosem në tokë, jo në murë, si që mësuar qartë, do të jetë në... Dhe do që edhe jetën e përtejme, ka lënë me amanet, a i ta ketë si që kanë të gjithë njerëzit të varfrit, pra në tokë... Po, në parajs, jo në ferë. Po sigurisht, atë pastaj di zoti lartë, po pra a i kërkon, pra, si që jetoj jetën dhe si që pati këto 12 vite papnore, si një njeri që është me më të varfrit, me më të doptit, pra, që është njeriu që kur erdhi këtu i puthi këmbët atij që më vonë e bëri kardinal shqiptarit, kujtohet? Kardinalit ton. Se majmon. O, kur erdhi këtu... I puthi këmbën apo duart? Këmbët i puthi. Sepse e quante si njeriu që bëri 40 vjet burg, 30 vjet burg, dhe bëri kardinal. Po më kujtohet diçka, po. Në historinë tonë, Vojtila bëri një kardinal, Koliqin atëre, dhe ky bëri një kardinal. Qartë. Ky është njeri që shkonte dhe i lante këmbët burgosurve në burg, në Romë. Pra, ky është njeri që gjithmonë ka qenë me më të varfrit. Vajti në Afrikë disa herë, vajti, pra, ka patur gjithmonë një opinion komplet ndryshe nga ana konservatore. Dhe edhe me vdekjen e tij, ai do të sillet dhe do të japë mesazhe të ndryshme nga... Dhe do shkoj te kjo, pra, te katedrale që është afër... Te katedrale e Shënmarisë Madhështore në Romë, po. Pra të dalin nga Vatikani dhe të shkojnë në një nga kishët e Romës dhe të atje ku ka dhe 6 papa të tjerë dhe të ketë atë si banesë përfundimtare. Pra tiki nga se li e shenjë nga... Po pse pra, pse kishe këtë alergji? Sepse ka qenë gjithmonë në konflikt me krahun konservator, me burokracinë e Vatikanit dhe ka pas gjithmonë idenë që kishën duhet ta çojë tek të varfrit, jo tek pushteti, tek paraja atje. Dhe pjesa tjetër që shumë e rëndësishme për të lexuar për këtë pap është mënyra se si ai ka zgjedhur. Pra, ai ka llogaritur që në 2022-shin, ai ka llogaritur që ai po i afrohet vdekjes dhe do ta lej me amanet se ku do shkoj. Pra, nuk do t'ja lër rastësisë këtë gjë. Nuk di nëse të kujtohet gjatë pandemisë, në datën 27 mars të vitit 2020, ai bëri një mesh aty në sheshin Shëmpjetër, aty ku do mbahet pra ceremonia e varrimit, pra në Vatikan. Vetëm bosh ajo bosh binte shi atë ditë, dhe ai bëri një mesh që i lutej Zotit shpëtonte viktimat që po vdisin. Kujtohet që në Itali vdisin pleqt në përshpia nga këto azilet e pleqve që i mblidhin njerëz të thesë atje. Ai bëri një mesh të tillë vetëm, pra ai ka qenë njeri që e ka sfiduar sistemin me këtë lloj forma. Dhe me vdekjen e tij ai do të sfidojë me akte simbolike, sigurisht. Po sigurisht me akte simbolike. S'mund të ishte ndryshe. Po. Ka pyetje tjetër për ty. Po patjetër. Po fillimisht do iki mirë të këtej nga ana e SPO Ili, sepse shqiptarët po mësojnë tashmë, po mund të ketë akoma njerëz që nuk e dinë që në fakt pyetja ime kulla është, kjo konklava i do nxjerrë letë tani, është në ngjyra ndryshme, do më shpjegoj që janë këto ngjyrat dhe me që jemi te konklava 200 ca veta sa janë që do votojnë. 135 kanë drejt zgjedhje. 135 janë këtu? Po, me drejt zgjedhje. Një është një lloj parlamenti apo jo? Ky është realisht pushteti politik i Vatikanit. Tani, ja, se ka dhe kardinal tjerë, po që s'kan drejt zgjedhje. Çudi e madhe është. Ka 135 me drejt zgjedhje. Dakor. Çudi e madhe është konservatorët duke në shumicë, me sa shohum këtu. Varet, janë po ashtu sa liberalet. Nga ngjyrat e shoh që janë... Po ka dhe konservator të moderuar. Po qartë. Janë nga gjitha llojet. Tani që t'ja shpjegoj njerëzve, nga 135 veta... Kur fillon kjo procedura? Kjo fillon... Pas varrimit, për tani... Jo pas varrimit direkt, disa ditë më mbrapa, sepse krijohet një komision në ata që menaxhojnë. Mbyllet brenda aprillit jo? Jo, në maj. Vështirë, në maj. Maj. Dhe momentin që ata mbyllen aty,
nga bëhet verifikimi mandateve sa janë që marrin pjesë, kupton, pra bëhet, sot është bërë ajo, formalisht ata sot janë mbledhur aty dhe kanë, pavarësisht se ishte certifikuar vdekja e papës, po formalisht ata mblidhen dhe i thrasin emër. Përgjigju thotë i aty dhe momentin që ai nuk përgjigjet, konsiderohet i vdekur dhe i hiqet unaza që ka vulën papnore që ka ndorë, shkatërrohet ajo, vihet aty dhe nga ky moment e tutje konsiderohet papa i vdekur dhe fillojmë në procesin e tranzicionit. Procesi i tranzicionit ka dy procese. Pjesa e parë që bëhet varrimi dhe pjesa e dytë që do organizohet konklava dhe pjesa e tretë pastaj në konklav që bëhen votimet deri në momentin që zgjidhet. Pra është një votim që kërkon 2/3, pasi identifikohen... kërkon 2/3? Po. Pra tymi bardh nuk del qëse nuk bien dakord 2/3? Pra, nga 135 kardinale aty, do duhet të jenë pak të 90 vota. Që të fitoj dhe zgjidhet një kandidat. Dhe sa herë që bëhet votimi dhe nuk janë bërë 90 vota, del Tymizi deri në moment që të dali tymi parë. Për shembull në rastin e Bergoglios, pra të papës që ndroi jetë, ai është zgjedhur në votimin e 5 ditën e dytë, pra zgjedhur relativisht shpejt. Por ka pas raste që kanë ndetur edhe me muaj, kupton, në mesjet. O Gullam, më thuaj çik, jam shumë kurioz ta di se ti ke vajt shpesh në Vatikan. Dhe me siguri se ti je njëri kurioz nga natyra. Ore, që është ky truku me këtë tymin e zi dhe tymin e bardh? Pra si njerë deli zi dhe pastaj deli bardh? Po ka një ashtu ata, ka një... Përse kjo më intereson shumë, gjithmonë jam për kurios. Ka në ty tek ajo si stuf që kanë ashtu, se e trashëgojnë nga mira vjetë për para, ka një dy preparate kimike që e hedhin, pra në rast se del tymi zi i hedhin atë dhe del tymi zi, në qafë se del tymi bardh i hedhin preparate... Sepse aty ata hedhin dhe djegin këto letrat e votave të votime. Sepse bëhet votim si të kesh atë letrën tënde, mbyllet, votohet edhe futet në kuti. Dhe pastaj lexohet, numërohet, dhe thuhet kaq i ka ky, kaq. Në momentin që nuk zgjidhet, ata e marrin dhe hedhin aty ku del tymi zi. Nëse do zgjidhet, do dali aty ku është tymi bardh. Por me këtë lloj numërimi që shoh unë aty, them që kush del më kulla, dihet gjë kush janë kandidatët, sepse mua më thanë që ka një 3. Jo, janë të përfolurit. Janë një 7-8. Po 3 janë... Jo, janë një 7-8 dhe mund të ketë edhe një surprizë deri në fund. Është një hungarez, është një italian, po tjetër çka? Atëherë ja të them. Janë 2 nga Afrika. 1 nga Portugalia. 1 nga Azia, nga Filipinet. Një italian, një hungarez? 2 italian dhe 1 hungarez. Nga këta, 1 nga Afrikan është i krahut konservator. Një Afrikan që ka dalë tani, duke se po fleta dhe janë kardinal gjithë ata. Po, pra. Dhe një Afrikan tjetër është i krahut, është dhe një irlandez, më fal. Dhe një Afrikan është i krahut moderuar. Ky Filipinasi është i ekuilibruar, është mes të moderuarve dhe konservatorve. Po nuk dihet kulla se kush mund të jetë favorit? Jo, do të shikohet në votim dhe unë mendoj që me këto shifra që janë aty, kësaj radhe ka shumë mundësi që ne të kemi një pap të ngjashëm, pra të kalojmë nga një liberal të shkojmë në krahun konservator, po do shohim do jetë konservator afër Opus Dei, apo do jetë konservator moderuar. Tani, tu duhet të them diçka, sepse ne jemi këtu se merrem me detajet. Të kujtohet fjalimi Gjide Vance në Myni para 2 muajsh? Më kujtohet, po. Si e mbylli fjalimin Gjide Vance, kujtohet? Do t'i kthehemi vlerave të krishtera gjithë. Jo, me një thënie të Papa Vojtilës. Ja ku e kemi pa me kërkoj një ditë para se të vdiste Papa. Sepse Gjide Vance është katolik. Na e di, edhe besimtar, po. Dhe besimtar, ka vajt me familjen shumë besimtar. Pra, Gjide Vance, në fjalimin e tij që e mbylli u drejtua Evropës me një fjali të Vojtilës, që thotë, megjithatë duhet të vazhdoni, të qëndroni dhe të besoni që gjërat do ndryshojnë. Dhe ai u referua Vojtilës, unë ta kam thënë atë ditë në studio ty këtu, që shiko, ky nuk ju referua kot Vojtilës, ky diçka di për shëndetin e Papës, dhe i referohet Vojtilës sepse është përfaqësuesi i krahut më konservator, është i Opus Dei, pra është përfaqësuesi atyre cilët janë... Rëzuan komunizmin Poloni, pra? Pra, rëzuan komunizmin Poloni, po cilët janë edhe kundër kësaj që ka ky moment me
me të majtën post-komuniste në Evropë edhe në botë. Pra Troç më bëj du t'jetë njeri i Trumpit tani, apo jo? Jo, s'ka lidhe. O kulla, le të themi Troç. Jo, s'ka lidhe fare. Nuk funksionon kështu. Dgjoj. Le ta bëj Ky pap do ta shpjegoj. Ky pap do shpjegoj që amerikanët, më fal. Ky pap do shpjegoj nga do shkojë Evropë. Kulla, një sekond. Prit, para se ja Ky pap do shpjegoj nga do shkojë Evropë apo. Prit, pra, atë po them pra, po pse pse nxitohesh? Ka lidhje me amerikanët. Po një sekond valla. Ti mendon që amerikanët do rinë neutral, nuk do ndryhin tani. Nuk ka lidhje, s'ndërhyn dot çan. Urdhë? Kisha Katolike e rrezon presidentin e Amerikës. Ki parasysh që Kisha Katolike ka kaq shumë pasuri në Amerikë, sa po ti kthehet, gjithmonë presidenti i Amerikës ka qenë shumë i kujdesshëm me Kishën Katolike. Është pronari i pasurive më të mëdha të patundshme. Sot janë kushtet që Vatikani dhe pushteti i ri në Amerikë të rikthehen edhe njëra aleat siç ishin në kohën e Vojtilës. Po pikërisht, këtë po them. E aleat, nuk po them që amerikanët do shkatrojnë Vatikanin, më. Se bën dot. Do zgjedhin njëri që të jetë sa më pranë ideologjisë tyre, është kaq e thjeshtë. Nuk do ta zgjedhin se nuk zgjedhin ata, zgjedhin kardinal. Po do lobojnë ata më burr. Ore nuk ka lobi më burr. Ore kulla, ke seriozisht. Ore ke ti seriozisht apo jo? Gringot të rinj po lobuar. Po pse çediti KPD-n e Partisë Socialiste apo ata? Ashtu më janë të gjithë. Ata të mbaruarit. Po luftë. Apo ata të mbaruarit e Partisë Demokratike. Po luftë për pushtet pra është. Po luftë për pushtetet. Që me një non grata dhe ikën ja futën gjithë vrap. More zotri, luftë për pushtetet është atje. Ore, është luftë për pushtet, po është pushteti më i madh në botë aty, kanë 2000 vjet ata. Ore janë dakord, po amerikanët nuk është se kanë turp që të ndurin. Ore, dhe nuk durin hapur ata. Seriozisht e po? Po e kam seriozisht. Por nuk ka asnjë lloj mundësie në Vatikan, o çantash. Pushtetin që ka Vatikani, e mbamon çfarë tha Stalini. Sa divizione kanë këta tha. Ndërkohë ata kanë çelësat, kanë pushtetin e gjithë botës, kanë financa. Mos thosh ai duke egzageruar po. Jo, nuk jam duke egzageruar. Koha ka treguar që ai vend që ka qëndruar aty është ende i vetmi pushtet i paprekur nga kjo qytet. Sepse ka 1 miliard, sepse ka gjithë ka 2000 vjet pra, nuk ka për ndodhur në. Ka 1 miliard dhe gjys para botë. Nuk ndodh. E vetmja gjë që po paraqiten kushtet, për shkak të drejtimit që ka marrë bota, është që të rikthehet një pap që është i kraut konservator, pra po që ndoshta edhe të ruaj ekuilibrat dhe të ketë një aleancë me Amerikën, se ku është problemi? Dhe një nga kritikat që është bërë për shembull për çështjen Zupi, që është kardinali, një nga kardinalit kandidat, të cilin papa e çoi edhe në Rusi, që është çështja edhe për cilën është kritikuar papa, që është çështja e Kinës. Sepse papa i arshëm duhet merret edhe me katolikët e persekutuar në Kinë, nazi. Pra, ajo gjë që do ndodhi kësaj radhe do t'japi sfidat e Kishës në raport me ato që po ndodhin nëpër botë. Po kjo jo si influencë do ta zgjidhë amerikanët. Çan? Nuk thash që e zgjedhin ata, se ti mua po më keq kupton valla. Jo, po kështu e the. Unë thash që ata, siç edhe fuqitë të tjera, nuk po them vetëm ata, do kishin interes që në krye tani të Vatikanit, pra shefi i shtetit të ri të Vatikanit, sigurisht interes do kishin. Po pra, dhe kur ke interes o kullati, lëviz pak apo jo? Nuk e thjesht interes dhe rishikon. Pra lëviz pak, merr pak pjesë, lobon, nuk e bën dot o çan, nuk funksionon ashtu. Se kundërshton ti këtë më. Po sepse kështu është. Nuk është kështu pra. Po kështu është sepse ç'a duket ty tash. Siç vjen mesazh. Shëndetje nga Brukseli Çani thotë. A ka mundësi pyetin zotin Kulla, a e njeh antipapën Baldassare Cosa, ose ndryshe antipapa Gjoni 23, ai ishte pirat i fuqishëm së bashku me vllajën e vet para se të bëhej pap, thot. Arriti të blente pushtet dhe u ngjit aq shumë me intriga derisa arriti u bë pap. Gjithashtu ishte Kazanova i papar. Histori shumë interesante, bile është temë. E kemi lexuar gjithë pirati u bë pap, thuj, po çështja është këtu që jemi në një kohë tjetër, epokë tjetër një, dhe e dyta... Besoj se ka ndryshuar shumë kohë, dhe e dyta prit do shohësh thuaj sepse këto ditë nga varrimi i papës deri në zgjedhjen e papës së ri dhe të konklavës do dëgjosh kaq shumë teori konspirative sa do kënaqemi domethënë. Mos më erdhi një foto, shifje Ledio, se nuk kemi kohë ta nxjerrësh. Ku je? Afroji celularin. Po. Prit pak. Shifje çik. Prit ta kthej kështu i ta kuptoni ej. Doli ty mi bardh para kohën Tiranë. Shifje çik. Shikoni këtu. Kthele Ledio. Ty mi bardh Tiranë. Varez dhe Sharrës. Te incenatori që mungon. Ka dalë ty mi bardh kolla. Tash është errësirë ku e peti. E ka bërë sot para ditë më nisëm. Herë. Fito. A ti ka dhënë tym të bardhë, nuk edhe në asnjë kimikat për ta bërë të zi. Çudi e madhe. Me qëra fjala, nese mo, unë me Kullën ka disa gjëra që zbije dakord dhe prandaj kam qef që ta ngacmoj në studio, edhe pse nuk është roli im, po Kullën e kam miknes, më për keq. Unë mendoj që Gringot dhe kushdo tjetër, ku vjen puna për zgjedh papën e ri,
ndorrojnë me mënyrat e tyre, jo ilegale, lobojnë për qefin e tyre. Pse jo? Të mos ishte papa njeri afër meje. Çdo njeri do kishte dëshirë ta kishte. Kulla thotë jo, nuk bëhet se Vatikani se kështu se ashtu. Ju çfarë mendimi keni? Hyn Grigo në këtë rast apo jo? 068 20 02868. Më shuari ose tek ky numër ose reagoni te Zonë e Lirit, tregon Ledio në ekran. Tregoje pak Ledio, bën një subscribe atje dhe reagoni në mesazhet tuaja. A mund të ndryjnë amerikanët për interesat e tyre të zgjedhin një pap sa më afër ideologjisë administratës së re? Po apo jo? Mos u zgjasni shumë. Tani Kulla. Ka ca pushtete tjera që do ndryshojnë, po jo ai që thëti. Mirë, okay, thuaj kush janë. Po, të shohim. Javës tjetër do flasim prapë për këtë punë. Do bëhet varrimi i papës. Patjetër. Dhe do mblidhemi do flasim për konklavën. Në rregull, më dakord. Tani, angjante pa Francesco më thotë një tjetër. Më fos Sebastiani, angjante pa Francesco me Jenollatosin, pasi të dy donin një kish për besimtarët, më shumë se institucioni i traditës. Nuk ka krahasim fare aty me keq. Nuk ka krahasim Sebastian thot Kulla. Edhe një herë, Ledio, ky është më them unë, para se të kaloj të pyetje tjetër për Kullën, bëjmë një xhiro në Eastside Residence, kemi gjithë kemi komshi te kodat e Lundrës. Pa parë. Për të gjithë që doni një shtëpi për qefin tuaj, tani është momenti, ka nisur pronotimet, nxitoni, është në mes natyrës. Është fantastik, shikoni nga fotot, keni numër telefoni atje. Bëni telefonin, thoni e pam te çari, bam 5% ulje. Më shumë se kaq s'mund të bëj për ju. Eastside Residence. Në kodrat e Lundrës, gjithu me mësënën që jemi ne. Ke pasysh, kur jetë BKT-ja te Lobby Home, kur vjen këte nga, jo, nuk keni punë andej. Jo, nuk keni punë këte nga fast foodet. Jo, mos u fusni atje, elmojeni. Këtu. Hop. Gjithë me mësënën, është kjo këtu rezidenca dhe do kënaqeni. Përveç tjerave në këtë rezidencë, ju mund të gjeni dhe një apartament të prindrit tuaj. Pra, merrni një vilë për vete, me familjen, doni dhe prindrit keni afër, paf një apartament vogël. I mençur Petro dhe Klodi. Bravo, Eastside Residence. Prenotimet kanë nisur. Urgjent tani në mes natyrës, super ajër, super kushte, super cilësi ndërtimi. Eastside Residence. Futuni shikoni, e gjeni pare kollaj. Po nxitoni tani. E di që jeni në dilemë. Thoni ku? Ky pra është vendi, keni këtu. Kulla. Jam kurioz ta di. Mund të më thuash, Ledio tregoi tani disa pamje të papës me Putinin të para disa viteve, të këtij pape që vdiq. Ç'marrëdhënie ka pas ky pap që ndonjë 12 vite apo jo në krye të Vatikanit me patriarkanën e Konstantinopolis, Stambollit të sotshëm, dhe me patriarkanën e ruse. Me erdhe në pikën dhe do ta marrim nga kjo e fundit, nga patriarkana ruse dhe nga vizita e Putinit. Thashë 20 vjet përpara unë kam qenë në varrimin e papës. E Vojtilës. Po, dhe aty ishte gjithë bota, ka qenë dhe Asadi, gjithë bota. Mungonte vetëm Putini dhe patriarku i kishës ruse. Pasi ata e konsideronin Vojtilën si njeriu më antirus. E quajnë nazist, Dhe si armik. Nazist e quajnë, po. Ky pap kur erdhi në pushtet duke qenë që vinte nga... Ajo, Vojtilën e quajnë nazist, jo, më fal, jo Vojtilën. Quanin Gjermani nazist. Po, me Vojtilën kishin armiqsi. Si ka ky? Ratzingeri, po. Se me Vojtilën nuk e doni Vojtilën. Jo, kështu e kishin... Po, sepse i quajnë agjentë amerikanëve. Se ai rrëzoi komunizmin, i përzu nga Polonia. Por, kush ishte? Ishte Reagani apo Carteri atëherë? Reagani. Me Reagani rinte ky shpesh. Edhe Reagani, Bushi, pastaj ka pas gjithë... Jo, Bushi nuk e kapi, ai apo kapi Bushi. Ju se kapi, ai ka tek në 2005. Po me Reagani bëri atë ai. Tani, sa e rëndësishme është, ai kapi edhe Bushin djalë edhe Bushin baba, edhe Clintonin. Sa e rëndësishme është, pra nga armik, ky duke qenë që vinte nga Amerika e Jugut, krijoi një marrëdhënie të posaçme me Fidel Castro, pra me Kubën. Tani ti po flet për papën tjetër, jo për këtë që njerëzit mos gatrohen. Për Bergoglio. Po ti thua vinte nga Afrika e Jugut, pra. Nga Amerika e Jugut. Amerika e Jugut. Po nga Amerika e Jugut. Po pra, s'na çuditë. Ky duke qenë që vinte nga Amerika e Jugut, fliste spanjisht sepse ishte gjuhë e tij. Po, Argentina, po. Po. Krijoi një marrëdhënie të posaçme me Kubën, me Fidel Castro. Dhe në Kubë u krijua një platformë dialogut mes Vatikanit dhe kishës ruse dhe patriarkut. Pra për të zbutur ujërat dhe për të krijuar një formë të dialogut. Aq sa u arrit që presidenti i Federatës Ruse, Putin, të shkonte dhe të vizitonte Vatikanin, që ishte një vizitë historike. Siç po e shohim. Siç po e shohim.
Tani kur u prish ky moment? Sepse ky ishte një moment që gjërat erdhën mirë dhe filloi të funksiononte dialogu mes Vatikanit dhe Patriarkanës Ruse. U prish në 2018 kur Vatikani mbështeti kishën ukrainase të pavarësoj nga kisha ruse. Normal. Ky është momenti që gjërat filluan të përmbysën, po. Por megjithatë, gjatë 3 vite më parë, kur filloi lufta, Papa është përpjekur në mënyrë të vazhdueshme të çonte kardinal Zupin herë në Kiev tek Zelenski dhe herë në Moskë, që të bënte përpjekjet për armë pushim dhe për paqe. Përpjekjet të pasuksesshme, po që tregojnë që gjatë periudhës së tij ai u përpoq që të relaksonte marrëdhëniet me kishën me Patriarkanën Ruse dhe me Federatën Ruse, për hir të katolikëve që jetojnë në Federatën Ruse, i funksionoi deri diku, por duke qenë që Vatikani përkrau ndarjen e kishës ukrainase nga kisha ruse, pastaj gjërat ngrin prapë dhe u kthyen mbrapsht. Me Patriarkanën e Stambollit, marrëdhëniet kanë qenë dhe janë të shkëlqyera. Besoj të kujtohet mesazhi që çoi Papa kur ndroi jetë Janullatusi, pra që ishte i pari kishës shqiptare, po që ne jemi me Patriarkanën e Stambollit, edhe që në ceremoninë e vdekjes çoi një përfaqësues të tij, që ishte bashkë me Bartolomeun dhe domethënë. Por çështjet e dialogut dialogut ndërkombëtar ky i ka pas në prioritetin e vet. Dimitri shkruan Dimitri, një teleshikues, mbi emrin e shoh, po nuk mund t'ia them dot. Dimitri shkrua i thuaj zotit Kulla që është dhe një kardinal nga Kanadaja, por kandidati më i fortë është kardinali nga Amerika, thot. Kujdes në ceremoni vjen Trumpi dhe G-Day apo vjen G-Day Vance, vjen Trumpi, po ki parasysh që edhe para 20 vjetësh ka qenë presidenti i Amerikës, kanë qenë gjithë domethënë, ka qenë dhe ish presidentat, nga Shqipëria madje kemi qenë me 3 delegacione, ka qenë presidenti Mojsiu mori dhe Mejdanin edhe Berishën, ka qenë kryeministri Nano dhe pastaj unë mora dhe 4 krerët e bashkive fetare atëherë domethënë për. Kështu që do jenë 200.000 veta, do jetë gjithë bota aty. 200.000. Të paktën 200.000 veta. Po çai bie të mbushet gjithë. Mbushet deri thellë atje, janë gjithë besimtarët të kështu domethënë. Fredi na thot mundohet patjetër me të gjitha mënyrat të ndryshme, thot amerikanët. Këtë kanë bërë dhe herë tjera, thot. Thuaj zotit Kulla, por është totalisht e pamundur se zgjedhja e Papës vjen në rrugë të tjera, jo ashtu siç mendojmë ne, thot, me anë të votimit, por 3 pika, disa pika pikpyetje. Tash do fillojnë teoritë konspirative. Po normal valla. Papa do jetë Papa thot një tjetër, thot Dori, Dori është gocë në këtë rast më duket, do jetë kardinal Pietro Paolini. Si mendon zoti Kulla? Nuk e besoj që do jetë Paolini. Është një bashkëpunëtor shumë i afërt i Papës aktual, ka funksionuar shumë mirë si sekretar shteti, po në këto raste shumë rrallë. Një tjetër mesazh nga Aktin. Thot kardinali Farrell, thot, është në krye të Vatikanit në periudhën e tranzicionit, i emëruar nga Papa Francesku para vdekjes. Është amerikano-irlandez, info jashtë sot në rrjetet sociale. Mos është atë ky Farrelli? Ky është një nga kandidatët, tash irlandezi është një nga kandidatët e rëndësishëm. Kush do jetë administratori i konklavës? Po do ta shohim. Si Ledio? Kush do jetë administratori i konklavës? Është administratori i konklavës është Kamerlengu që i mbyll ata aty brenda dhe pastaj aty merr në dorë kardinali i ngarkuar, procesi i votimit është i ngatruar, po do ta diskutojmë kur të mbledhet konklava. Albani thot, po çani jam dakord me ty, gringot janë patjetër thot në çdo lojë bashkë me hebrejt sigurisht. Po hebrejt o Kulla, çfarë kemi ka pasur nga Izraeli dje për papën? Ky është një pap që Netanyahu kishte fol mirë, më duket. Po është do flas mirë se duhet ta mbaj mirë me katolikët, se ka dhe katolikët popullsi aty. Po ky është një pap që ka qenë qartësisht hapur kundër qeverisë së Izraelit në raport me ato që ndodh në Gaza. Po. Orsingeni nga Italia thot, shkruan, Vatikani është pronari më i madh në Itali, pasuritë patundshme bëjnë ligjin këtu thot. Po kudo, jo vetëm në Itali, dhe në Amerikë është pronari më i madh i pasurive të patundshme. Një tjetër, kush është tjetër? Pritani, nga Vlora më thot, pyet Kullën, po Vatikani janë ndërhyrë në zgjedhje e presidentit të Amerikës? Ka ndërhyrë. Atëherë? Pse mos do të jetë kundërta? Po sepse nuk është ajo historia e divizioneve që përmendi Stalini, kështu që nuk. Avash. Sepse ki parasysh që Vatikani është edhe i Papa është edhe i pari 1,5 miliardë katolikëve në botë, po është edhe i pari shërbimit sekret më të madh në botë.
Se fuqia e konfesionit e të rrëfyrit është një fuqi e pamatshme, kupton, nuk është se ka gjë lehtë. Po pse që është ai këtë? Po sepse duhet ta kuptojnë njerëzit që nuk kemi të bëjmë me një zgjedhje fizike. E bura është që ata për ushtri kanë sa zviceran që vishën me ato kostume. Ajo është roja e sigurisë, që nga mesjeta janë roja zviceriane. Mi mbrëma jam Niko. Pastaj kanë gjandarmërinë që funksionon edhe si shërbim inteligjent. Mi mbrëma jam Niko, thonë nga Gjermania, çani thuaj zotit Kulla se për shumë dekada e ka shumë gabime ky. Si e shpjegon që Papa është vegle familjeve Rockefeller dhe Rothschild në USA, thot. Dhe në një deklarat të Papas të 2021 ka thënë bëni vaksina se ajo është një dashuri. Do sjell një video thot ku Papa i puti duart atyre fëmijëve që të përmenda më lart, thot. Do të gjejmë teori konspirative pafund. Filmi Konklava e ka gjetur shumë mirë detajet e konklavës, thot. Filmi është në anglisht, por është e rëndësishme mesazhi që jep. Erdeti nga Elbasani. Vatikani, mbrëma çani, ashtu mesazhet, jeni pa fund që më shkruani. Vatikani ka 50% territorit e Europës në pronësi, është e vërtet kjo? 15%? Shumë ka, është pronari më i madh i pasurive të paluajshme në botë. Po këtë zonë që jemi ne këtu e ka? Ku te ne? Këtu te MCN-ja. Këtu te MCN-ja kanë sa të tjerë këtu. Nuk mundem më, një sekond. Shish thonë njerëz dhe e shikon Kulla i duan njerëzit, ta duhet rritur niveli bisedës vëlla, shofun. Trump deklarim sef no, një pap. Tani ka vua dhe Mehmet në rjetë, e nxjerrin Trumpin ka vesh si pap të ri. Papën e ri, po pse ti thua do ri papa indiferent do burr. Do fillojnë, ai që do zgjidhet pap do jetë në një periudhë shumë të interesante të botës, kupton, do duhet marrë shumë pozicione. Kalorësit më thot Lorenci, kalorësit e Kolumbës në Connecticut, Kulla, kalorësit e Kolumbus. Janë të lidhur me republikanët, pyet e Kullën, ata kanë goxha influencë Vatikan. Të gjithë kalorësit kanë influencë Vatikan, sidomos urdhri i Maltës ka influencë, por kjo nuk është e mjaftueshme për të zgjedhur një pap. Janë ca ekuilibra të tjerë që O Kulla, ora është 23:00 dhe unë falenderoj shumë që më çoni mesazh tani jeni live, kjo emision është interaktiv pas herën, kur kam kohë ju përgjigjem mesazhet tuaja, i lexoj. Vota imponohet nga fryma e shenjtë, më thot dikush tjetër. Po me atë mendjeri. Dëgjoj, o Kulla, me qëra fjala, ka një pasuri diku tek 1.5 trilion dollar, thot, sipas revistës Forbes. Më thonë. Ndoshta. Kulla është njeri shumë i brendshëm i Vatikanit, mos prisi që ai të pojë ose të mojë ndonjë gjë. Ju e kuptoni vetë. Çani, se shkajnë përshtypje që ky ishte papa i fundit, siç është folur në disa profeci. Thash do filloj teori konspiracione e madhe tani. Pyeta. Ora është 23. Ky është papa i parë që zgjedhur jashtë kontinentit evropian. Dhe që do varroset jashtë Vatikanit. Dhe që do varroset, jo, ka pas dhe pap tjerë që janë varrosur jashtë Vatikanit. Po ka 400 vjetë që ka një papa që s'është, por ki parasysh që ky është papa i parë që zgjedhur jashtë kontinentit evropian. Tash do shohim nëse do kemi prap një pap që zgjedhet jashtë kontinentit evropian, apo brenda kontinentit evropian, apo brenda Italisë. Kjo do jetë lufta që ne do. Nëse është amerikan ai që zgjidhet. Do afrohesh te teza ime që gringot do rrin. Nuk funksionon ashtu çam. Okej, dakor. Pse më burr tani ose lere hapu muhabetin, mos e mbyll. Ka pushtete të tjera. Po mirë, ti ke mendimin. Po jo, leta. Un kam timin, le ta lëm publikun që gjykoj dhe të çoj dy mesazhe. Po. Edhe shkruaj edhe këtu në të zonë lirë tek e fundit. Zonë lirë, po shkruaj dhe faqja tash. Patjetër, po. Secili ka atë vetëm. Tani ne ndryshe nga partitë tona politike ne jemi demokratik, i themi gjërat apo jo? Kjo fara demokratik më shqetëson pak, po dëgjoj o Kulla. Me qira fjala. Dëgjoj pak. Edhe një pyetje të fundit ka mund që ndoshta nuk e bën njëri. Patjetër. Sa e ka rrogën papa? Nivelin e rrogës papës, shiko papa ka a merr rrogë papa apo nuk merr rrogë? Po merr një rrogë formalisht, po ka 3 tituj vëlla papa, që ta dish. Papa është arqipeshkvi i Romës, i qytetit, pra, është prifti i Romës, kryeprifti i Romës i qytetit, si funksion. Është mëkëmësi i Shëmpjetrit, pra është zëvendësi i pasardhësi i Shëmpjetrit, dhe nuk kupton Shëmpjetri është pasardhësi i Jezuit. Normal. Pra është pra nga Shëmpjetri ishte lipçja e Jezusit apo ta themi. Pra është pasardhësi direkt i Jezusit. Lipçja prapë, po them. Tash, kurse në të njëjtën kohë është dhe kryetari i shtetit. Pra, që të shpjegojmë papën në mënyrë thjesht me çështje rroge,
Ora, është një pyetje bazike që unë... Pas ka 3 rroga, domethënë. Pas ka 3, shiko. Pa, rrogën e vërtet papës e merr kur shkon në dynja, domethënë se është krijuar mbi dogmën dhe pushteti real që ka Vatikani është dogma mbi cilën është. E di, megjithatë për te i dogmës, Kulla, le ta themi, në fundit nuk është herezi. Sepse aq tepër që të krishterët s'kan Ki problem. parasysh që ky pap vjen nga ata që në mesjet, nga ajo rrymë që në mesjet, me Giordano Brunon, se po të shkosh në Rom, ke bustin e Giordano Brunës që është djegur në turrën e druve, që ishte murg, dhe që ka kokën kështu të varur dhe shef nga Pallati i Inkvizicionit në drejtim të Vatikanit, dhe ky përfaqëson atë rrymë që në mesjet këta priftrinj digjeshin turrën e druve. Qa revolucioni ka ndodhë në 500 vjetë kishu, që nuk kepin këto shpjegimet kaq tjesht. A më nga Kosova, thot, o Qani, se Kosovarët më thënë Qani, me në lezeshëm shumë. Po është që e budë dhe që e fort. O Qani, pyte Kullin, që mendim ka për një teori konspirative që papa ka vdekur që më 25 shkurt dhe kam përdorur një sozi për të pritur pashkët dhe të shpallin vdekjen? Shiko... Mos je përgjigjesh do mesazhi, mos je detyruar. Unë e kuptoj që do shtohet doza teorive konspirative, po çdo gjë me kufi, kupton, çdo gjë me. Dhe një tjetër thot Çani, të lutem pyete Kullën, a fiton Interi kampionatin këtë vit thot me që papa vdiq thot, se si shtuhet Interi fiton se erë vdes papa. Mos marr vesh nga futbolli këtu. Supozojmë se nuk mund të ndurinë zgjedhjet e papës amerikanët, por a mund të themi që mund ta bëjnë papën pasi të zgjidhet? Do ndikojnë, do Mund ta mundojnë. blejnë, më fal se tash mund ta bëjnë. Blej, nuk shitet dhe nuk blihet. Nuk shitet papa, nuk ka nevojë, i ka të gjitha. Nuk blihet dhe nuk... Kulla, ora, sa po ka kaluar 23, ka është 23:04 minuta. Ki parasysh që qytetërimi perëndimor ku bazohet Amerika, është qytetërimi që bazohet te kultura kristiano-hebraike. Judeo-kretien. Kështu që një nga shtyllat, themeli, pra guri kryesor, është pikërisht pushteti shpirtëror që ka Vatikani dhe që ka krishterimi. Mos themi për Evropën që është komplet një klub i krishterëve Dhe kjo është çudi e madhe, po s'kemi kohë ta flasim. Quhet qytetërim judeo-kretien, pra judeo-kristiane. Judeo-kristian, po sepse atë bazë ka aty. Po, dhe e bukur është që ishin vetë këta që e vranë, pra ishin vetë hebrejt që vranë Jezusin. Kur e mendon? Po, prandaj pra themi judeo-kristian, sepse Po janë bashkë. sepse Jezusi ishte jude para se të bëj i pari i krishterimit. Po sigurisht bashkë, aty çdo gjë ka një gjenesë. Prandaj quhet judeo-kristian, sepse ishte përfaqësuesi i atij populli. Kulla, me që jemi në ato zona, në Izrael, ja vlen thua ti të merremi sot me faktin që Trumpi është duke bërë një lojë shumë interesante. Në pamjen e parë, gjithë lajmet e botës janë që Netanyahu shumë mërzitur sepse shkoi dhe takoi në Amerikë tani dhe priste që ta bënte me vete, pra ta kishte me vete, kishte dakordsinë e Trumpit sepse Izraeli do që të sulmoj, ka një plan për të sulmuar Iranin, që ajo të mos ketë mundësi të krijojë bombën bërthamore shumë afër, por i duhet gjithsesi një kohë, ndërkohë që Trumpi është duke bërë një marrëveshje me Iranin dhe ka bllokuar Netanyahu pra Izraelin që të sulmojë Iranin. Dhe është një lajm që po flitet gjithandaj në çdo media serioze dhe jo serioze të botës, por më shumë serioze sigurisht. Ndryshoi titullin. A ja vlen ta bëjmë sot? Ndryshoi. Jo, po ja vlen ta bëjmë sot? Po desha bëjmë, po ndryshoi titullin, patjetër. Të plasë titulli i ri në ekran, Ledjo. Pikë 5 normal që çmë lart.